Në kuadër të festave të nëntorit, fëmijët e qendrës kulturore Oblik dhuruan 113 flamuj kombëtar si një simbolike e 113 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Me një atmosferë festive dhe entuziazëm fëmijëror, ata u afruan kalimtarëve dhe turistëve, duke shpërndarë flamujt si një gest nderimi për këtë ditë të shënuar dhe si një mesazh të krenarisë kombëtare që përcillet brez pas brezi. Ndërkohë në ambientet e xhamisë, qendrës kulturore Oblik, Myftinia Shkodër organizoi një aktivitet në kuadër të festave të nëntorit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte përkujtimi i kësaj date historike përmes mesazheve fetare, kulturore dhe adhëtare. Aktiviteti i sotëm i organizuar nga Myftinia Shkodrës vjen në kuadër të festave të nëntorit, ditës së pavarësisë dhe të flamurit. Dhe sot organizojmë pikërisht në qendrën kulturore në xhaminë e Oblikës me nxënësit kurseve fetare që mësojnë këto herë pas here. Dhe ky aktivitet ka për qëllim për të gërshëtuar vlerat fetare me ato adhëtare. Mesazhi është për të tërhequr vëmendjen ndaj njerëzve që mos të harrojnë dashurinë ndaj atdheut, ndaj kombit dhe të kenë në vëmendjet e tyre këtë dhënti që i ka dhënë Zoti, jo vetëm ndjenjën fetare, por edhe kombëtare. Aktivitetet e zhvilluara në Oblik sollën jo vetëm atmosferën e festës, por edhe bashkimin e komunitetit në një ditë me rëndësi të veçantë për kombin. Përmes gjesteve simbolike dhe mesazheve të përbashkëta, u përcoll edhe një herë vlera e pavarësisë dhe respekti për historinë.